shoj buxhetin për kulturën dhe artin. Kjo nuk mjafton. Qeveria do të mundsoj me ligjet më të mira sponsorizimit kontribute sektorit privat në sponsorizimin e vërtetarive private kulturore artistike. Qeveria angazhohet për një bashkëpunim kombëtar. Pra, kultura është çështje identitet kombëtar. Qeveria angazhohet të mbështesë artistët dhe njerëz të kulturës, të letrave, të librit, shqiptar kudo që ndodhen. Një transformim rrethësor i legjislacionit në fushën e artit, kulturës dhe librit. Ju nuk mund të imagjinoni taksat që janë të vendosura mbi librin, të cilat e largojnë me kilometra librin nga lexuesi për shkak të çmimeve të larta që imponojnë. Rikthimi i detyrueshëm për të gjitha bibliotekat publike për të patur librat që publikohen të autorëve shqiptar, po dhe autorëve të huaj. Një përpjekje e madhe do të bëhet për promovimin e librit, i cili po syrgjynoset. Nuk ka asnjë mbështetje përkundrazi. Ka vetëm barriera të mëdha fiskale e të tjera. Arti skenik dhe kinemaja. Ne angazhohemi të ndërtojmë theatrin kombëtar siç ishte aty ku ishte. Ne paralajmërojmë sipërmarrësin që në kundërshtim me kushtetutën, me vendimin e gjykatës kushtetuese, zbaton një deal të bërë me kryemafios. Ajo tokë është tokë e theatrit kombëtar. Dhe sado kate që të ngreshti aty, ato do bëhen të paqena, sepse aty do ndërtohet theatri siç ishte. Centimetër për centimetër. Ndaj dhe kënda para me Edi Ramën apo Erion Velin, ato është puna jote, po trullin e theatrit nuk do ta gëzosh kurrë. Je i ndëruar në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.